Shfrytëzoj këtë rast për të falenderuar Ministrin e Brendshëm dhe Ministrin e Jashtëm, mikpritës, për këtë takim të rëndësishëm ndërmjet nesh. Jo vetëm për të koordinuar përpjekjen tona të përbashkëta në luftën kundër terrorizmit, por edhe për të shpallur synimin dhe vullnetin ton të qartë për të ecur përpara në një agjendë të përbashkët pa asnjë dallim. Sigurisht, terrorizmi është dhe lufta kundër tij është një sfidë për secilin nga vendet në Ballkan, në Europë, po është një sfidë rajonale dhe globale po kështu. Dhe ne duhet të bëjmë të sigurt që bashkëpunimi ndërmjet nesh të mos e pengoj asgjë, siç duhet të bëjmë të sigurt që bashkëpunimi ndërmjet vendeve të Ballkanit dhe vendeve të Bashkimit Evropian të njohë një stad tjetër për nga intensiteti, për nga forma, për nga cilësia, sepse lufta kundër terrorizmit nuk mund varet kurrë nga fakti nëse një vend është ose jo antar i Bashkimit Evropian, për sa kohë kërcënimi është aty i njëjtë për vlerat që mbrojnë popujt në të gjithë vendet në gjithë botën. Ndërkohë, Shqipëria është një vend me harmoni fetare për të marrë shembull dhe në të njëjtën kohë është një vend që nuk i shmanget dot rrezikut të terrorizmit, siç sot bëhet mjaft e qartë që asnjë prej vendeve nuk mund të shmanget dot rrezikut të terrorizmit. Angazhimi i Shqipërisë ka qenë maksimal, i shpallur në luftë kundër terrorizmit dhe gatishmëria ka qenë e plotë për të bashkëpunuar me partnerët, me agjencitë ligjzbatuese partnere, me vendet e rajonit, me vendet e Bashkimit Evropian, me të gjithë partnerët në tërësi, sepse ne besojmë që kjo është e vetmja mënyrë pra bashkëpunimi për të arritur rezultate të qëndrueshme në luftën kundër terrorizmit. Dhe është kjo arsyeja pse në deklaratën e Tiranës të South East Europe Cooperation Process u theksua fare qartë domosdoshmëria për të luftuar terrorizmin mbi bazat njëjta, bashkëpunimi. Ashtu siç mbetet detyrë për vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat janë në rrugtimin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, mbetet detyrë e rëndësishme forcimi i shtetit ligjor, forcimi i institucioneve demokratike, reforma në drejtësi për të garantuar drejtësi efektive për qytetarët, apo dhe zhvillimi ekonomik në mënyrë të qëndrueshme, ashtu siç nga ana tjetër, ndryshimet ligjore dhe procedimet penale kundër fenomenit të foreign fighters mund të sjellë në këtë drejtim rezultate të qëndrueshme për ne. Ne dimë një gjë, brenda secilit vend është e rëndësishme që të koordinojmë përpjekjet e institucioneve dhe përpjekjet e shoqërisë. Siç dimë një gjë që është shumë e rëndësishme të koordinojmë përpjekjet tona në tërësi në raport me rezultatet që presim të arrijmë në kuadër të luftës kundër terrorizmit. Faleminderit.